duhesh me thënë të drejtën me që u kryun degët e partive demokratike. Edhe më vjen çudi e kur I kujtoj tashni, Sali Berisha përveç në mitingun e madh që është mbajt në Tiranë, unë nuk di që të ketë marrë pjesë në një miting tjetër të krijimit të degëve të Partisë Demokratike. Më duket se as në Shkodër nuk ka qenë, më duket, nuk jam I sigurt për këtë. Por në Vlorë, në Durrës, që ishin qytetet më të mëdha, në Fier, në qëtë mund përmend tjetër, Peshkopi, andej këti nuk kanë qenë. Kanë qenë sigurisht antarë tjerë të Komisionit Nismëtar. Nuk se ka një rëndësi të madhe kjo, po më duket pak si çudi. Ai ndiqte ngjarjet të gjitha, bile mu tregua mjaft I zgjuar se kur morëm godinën neve në rrugën e Përtusit, ai mori një dhomë në katën e parë dhe aty e quajti Dega e Tiranës. Edhe aty, me thënë të drejtën, Dega e Tiranës ishte dega kryesore, se ishin njerëzit më me influencë në të gjitha fushat, intelektualit më të shquar, e kështu që kjo I dha atij shumë njohje edhe shumë hapësirë për të krijuar ato lidhjet e tij dhe për të pranuar dhe rekrutuar njerëzit e nevojshëm që do t'i duheshin më pas. Në këtë aspekt, nga që puna po shtohesh edhe mendohesh që nga Komisioni Nismëtar të kalojmë në një zgjedhje më të madhe për të krijuar një komitet drejtues të Partisë Demokratike. Që më parë kishin filluar tendencat e ndarjes së grupimeve. Në një grupim ishte Berisha me Periorët, e them këtë pa në jashtu se shikoj, me to ishte dhe Arben Imami, pjesa tjetër ishte Meksi, Pashko, Ruli, sigurisht se ato ishin bashkë të dy. Me thënë të drejtën, një dy vetë kemi qenë që nuk ishin, si me thënë, as me njërin, jo se ashtu, po nuk kishe të më thënë lidhje të veçanta as me grupin e Saliut, as me grupin e Meksit. Megjithëse me Meksin ishim shok vjetër, kemi qenë shkollë bashkë, jemi morshatar. Edhe, po, unë e njihe pak natyrën e Meksit, prapë si I mefsht, pak do më thënë, nuk konfrontohesh, ishte konformist, kështu që e kishe parasysh këto gjëra. Por ajo që arriti më tepër autoritetin Berishës për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike, ka qenë mbas vizitës që këta bën në Shtetet e Bashkuara së bashku me Gramos Pashkon. Sepse në Shtetet e Bashkuara, kur shkuan të dy të ftuar, si dy persona që ishin dukur që së vërteta më aktivët gjatë periudhës nga themelimi I Partisë Demokratike deri në fund të janarit të vitit 1991, duket nga diaspora dhe nga njerëzit e mbas edhe të departamentit të shtetit, u mendua që të vinin të dy të merresh një takim, e kanë marrë një takim me drejtues të departamentit të shtetit, me Elez Biberajn dhe me përfaqësues të mërgatës atje. Ka qenë djali I Abbas Kupit, Nderim Kupi, nuk e din nëse do të ketë qenë në një nga dostët, sepse masi erdhi nga Amerika, e mori Tomor Dostin Saliu e afroi dhe bilem në Komisionin Drejtues të Partisë Demokratike. Si e gjykoj unë, pse ata miratuan Saliun ose dhanë direktiva që Saliu të merret me drejtimin e Partisë Demokratike dhe jo Gramosi. Unë nisem të dy nga, po të nisem nga baza kryesore ishin të dy komunista. Bilem Saliu ishte dhe sekretar partije. Kurse Gramosi ishte komunist, po kishte dhe një
tjetër të metë madhe. Ish baba i tij, prokurori i gjyqit deputetëve, dhe shumë prej atyre deputetëve i kishin miq të gjithë në diasporën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ato mbanin mend Josifin, jo Gramosin. Kështu që unë mendoj, edhe me mbështetjen e diasporës. Jo të diasporës, po dhe të ati patriotit ti të radios Zërit Amerikës, Eles Biberaj, që ka influencuar mjaft duket në qarqet e departamentit të shtetit, u dha si udhëzim, me siguri mendoj unë, sepse që drejtimin e Partisë Demokratike është mirë, sigurisht, kanë rekomanduar ta marrë Sali Berisha. Sepse kur erdhi Saliu nga Amerika, u duk me një herë, do më thënë që e ndjente vetën në pozita shumë superiore.